Që atyre që u thanë edhe që po dihet, besoj e dinë edhe ata që kanë marrë këto vendime të tilla, kjo është direkt blerje e vota ose me madje as nuk është më herët kur i bëshin çdo ndarjet buxhetore, dyqysh i justifikonin mosat e menjëhershme, që nuk kanë asnjë efekt, shpjegoi edhe profesori, pa ndonjë analizë, nuk e kanë asnjë efekt në ekonomi, nuk kanë kthim të mbrapa të atyne, nuk kanë, si themi, ndikim për te që asoj vlerët të mjetëve, e cila merret dhe shpenzohet. E kjo në buxhetin e shtetit, edhe për shtete stabile, edhe njerëz që dojnë me qenë të kujdesshëm, kjo është jashtëzakonisht edhe e damshme dhe rrezikshme, se për shkak se ti shfrytëzon ose përdor buxhetin e shtetit, taksa paguesve të Kosovës, si themi, me një farë papërgjegjësie, që unë e orientoj ka dëshirojnë për shkak se unë jam në pushtet në një moment të caktuar. E para, kjo për menimin tim to nuk janë 26 milion euro ke mosa e fundit që e mur për studenta, por janë 100 milion euro mosat deri tash e qeverisë në detyrë, që është te kalim i çdo norme ose që nuk mundet mu bë asnjë krahasim edhe me qeveritë të tjera. E dyta, po të reqëm ka pak paralele në fushatat e kalune. Këtu veç mujna mi kthy deklaratat e Albin Kurtit edhe lëvizjes vetëvendose dhe të gjithë neve, çfarë kritika me kemi pas në ato periudha, kemi rritja ose blerja votave është bë për i pushtetev të rrit pagat. Pagat në për sektorin publik, pagat ndërmarrjet publike, në arsim, që përkundër që i kemi kritiku, për shkak se na i kemi kritiku për periudhën të cilat janë marrë ato vendime, nuk i kemi kritiku pse ka rrit pagat mësimdhënësve ose sektore tjera. Por periudhat të cilën i kanë marrë ato vendime, në tana herët është kritiku për shkak të vitin elektoral. Mirë, po në këtë rast, kjo i te kalon çdo. Domethënë, unë e përdori shpesh, për thëmë qërë në qëto situata, nuk po mujna më me krahasu as të keqen me të keqe. Se që kjo është e keqe për mosa shumat mëja sa e tjetra. Morë parasysh që ti nuk përmbash aty në zotime dhe premtime me cilat ke orë në pushtet, ti le që po e bën të të njëjtin veprim. Por ti e ke stërkeq edhe ma shumë, që pasojat mandej mujnë me kohë të ato që i përmenet edhe para falësit. Që pasojat mujnë me kohë që kush do që të vjen në pushtet, tash ka mi përdor buxhetin e shtetit në qësi forma. Pjesa tjetër është, për shkak unë menoj që këtu po tentohet në tana herët edhe veprimet ad hoc të kësaj qeverie kujdestare, po bëhen pak me qitë në kurth edhe kundërshtarët politik. Në prakte, domethënë dillën janë zgjedhjet edhe nëse reagojnë që tash partitë politike, partitë tjera të opozitës, të quajmë deri në zgjedhje ose deri së spedim tash as ajo në opozit, atëherë ti mundesh me automatizëm këta pe kanë një farë frike që hubin vota. Domethënë nuk pe kanë as guximin me lujt rolin e vetë si parti politike, ku qonë edhe kundërshtojnë mosat të tilla. E ndoshta këto vendime duhet me shku edhe deri Po të reagime, nuk është të kaloj pa reagime. Po të reagime individuale të disa politikanëve që megjithatë pe kanë prap një guxim edhe nuk po bojnë që si kalkulime se kush sa komuna. Gjithsesi kalkulime kemi parë shumë të njerëzve që të sektorëve të ndryshëm, kryesisht ata nga fusha e ekonomisë, kanë dhënë ide të ndryshme se çfarë do të mund të bëhej me këto 26 milion. Përmendet qerdhet, po ka ide për shembull dikush thotë. Mi mos veç edhe ndoshta po veç edhe një çfarë deshta me shtu këtu. Nëse ti po arsyetohen që po ka edhe çto mosa janë si prej pandemie, me zbut qatë farë krizën, e kemi një qeveri e cila asnjë mos nuk e ka ndërmarrë në këtë krizën e qëti inflacionit madh që ka ndodhur. Domethënë që këto 100 euro, nëse nalëm edhe kalkulojmë, studentav në 4 vitet e fundit i është rrit kostoja e jetesës, ose kostoja studimeve tyne për 100 euro, për cilat nuk ka ndërmarrë asnjë mos, si me të themi me i balansu ose me do të flasim për efektin pozitiv ose negativ në trendin e ekonomisë, por më intereson të di nëse ka ndonjë ide tjetër, përveç atyre që lexuam, kishte ide se do të mund të rrimë këmbë një farë forme qendra e skijimit në Brezovic me ato mjete, ose dikush kishte dhënë ide do të mund të hapë ndonjë fabrik, nuk e di tani sa në
kapitalizëm, qeveria investon në këto drejtime hapje fabrikash. Kishte ide se do të mund të ndërtoheshin laborator të IT-s, ku 3 do të mund të punësoheshin e të kryonin në raport me kërkesat e tregut, pra përveç qerdheve, kopshteve që përmendet, për të kthyer drejt për drejt si trend pozitiv në ekonomi, çka tjetër do të mund të bëheshin, sepse neve na duken shumë 26 milion euro, por për investitor, për ata që njohin parametrat ekonomik, mund të mos jenë të mjaftueshme për të bërë diçka të madhe dhe të mirëqenjë. Çka për te qerdheve? Po, veç nëse mi lejon 30 sekonda veç ta komentoj punën e, sur ku bë analizë empirike të rreth rritjes ekonomike. Dhe ta shto 100 euro që janë, duke përfshi, këto vetëm që e importojmë, kur gjus përfitojmë ne. Fakt, kur gjus përfitojmë. I vetëmi indikatori rritjes ekonomike në Kosovë është importi. I vetëmi indikator, s'ka tjetër. Nëse shkojmë me të kalumën, qeveritë e kalume, kemi pos 2 indikator të rritjes, po flas me rezultate empirike, jo me dhëna kështu të abstrakte, se kom bë analizë empirike. Nëse flasim për vitet e kalume, do pa marrë qeverisja aktuale, i ke pas konsumin rritje të vazhdueshme dhe ke pas shpenzimet, investimet kapitalet që kanë investuar në infrastrukturë. Çto 2 parametra, këto nuk kanë dhënë rezultat të shëndetit ekonomik një vendi. Parametri kryesor. To në rezultat të përkohshëm për disa vite. Vazhdimsi nga arrit importi. Parametri kryesor i shëndetit ekonomik një vendi është punësimi, rritja e punësimit. Dhe tash për më të kthyn përgjigjen, po më ne pyetjen që e shtrove, po ka mujt një element tjetër, ka mujt për shembull me mbledh një grup studentët më të mirë, edhe mi shiku çfarë projekte kanë. Çfarë projekte ideore. Edhe ata mi vetë punësu në farforme në grupe. Unë kam studenta të cilët janë excellent, edhe ti me po çfarë ide kreative kanë, edhe pse aty mos me qenë ti suport qeveria me thonë, okej, bëjmë një komision, 26 milion euro kanë me shku për këtë fond të studentave të cilët kanë me qenë të punësuar vetë dhe kanë me punësu grupin shoqëror. Do të thonë që kjo kish pas mundësi, e para, kish ndiku drejt për drejt në rritjen e punësimit. E dyta, kish ndiku drejt për drejt në rritjen e taksave, sepse çata punëtorë që ishin punësu, çata studentët që ishin punësu, kishin pagu drejt për drejt taksa, kishin kontribuar në buxhet shtetit dhe ne kishim pas benefite. Edhe se po ndëgjoj edhe pi shumë njerëzve të cilët në thojza ekspertat ekonomisë. Kosova asnjëherë s'ka pas zhvillim ekonomik. Rritje ekonomike po zhvillim ekonomik jo. Se janë 2 këndvështrime tjera. Tek idetë çka do të mund